të liria i rinë mrapa aty në kushteve se sa do që na po punojmë, në qëfë se lojtarët janë pak knaqër, është shumë shtirë me i mobilizu, po si do që tjetë t'i kthejmë i kësaj, kur në një kombëtare Gjerman refuzojnë me gjujtë penaltin, atëre përgjësia i vjen vetëm trajneri. Të trajneri, përshka kësaj, përshka këti mosguximi që ata e marrin me ekzekutu penaltin, ai hala pa shku në Gjermani, do t'jetë sigurisht i shkarkum, sepse a është vara e trajnerit. Sikur se që e merë Ancelotti, e thamë, në qoftë se në mesin e favoritëve, edhe pse Brazili nuk është pre ekipeve që ka shumë emra, por është ekip kampion, ish kampion botë dhe ka një pjesë të madhe të lojtarëve të ekipeve që janë lidere, që janë edhe në Brazil ka 4-5 futbollistë që janë luajnë për ekipe që janë mendin e parë, ka të Evropës ndër ekipe më të mira dhe kur e sheh edhe trajnerin që e ka aty i cili e mban në kontroll çdo element, edhe shihni Viniciusin se si kthehet në mbrojtje, atëherë dëshmohet se fjala e trajnerit, udhëheqja brenda gjatë lojës, vendimet që i bjen ai janë të sakta dhe mas miri u reflektua ajo kur Japonis ja dhan golin në shtyllën e dytë 3-4 herë, insistu në shije qartë se ishte e përgatitur në pjesën e dytë që japonezët ishin më të shkurt, kurse këta dëshirojnë me shënu gol me kokë, edhe shije qartë, edhe japonezët nuk ndërmorën fare kur